Të nderuar dhe nderuar ataleve, a mund të më tregon ndonjëri prej jush ndonjë ajet kuranor që Allahu na flet për mbikëqyrjen e Allahut? Urna flamur? Allahu Gjeleshanu ka thënë, kush ka frena të mirë, se ai që adërzon veten e Allahut dhe është të punë mirë. Nisa 125. Të lumë shumë bukur. Po cili prej jush din të na tregon ndonjë hadith që flet mbi mbikëqyrjen e Allahut? Urna me? Muhamedi alayhis salam thotë, ta adhurosh Allahun sikur e sheh atë, edhe pse ti nuk e sheh atë, ta ndjesh se ai të sheh ty. Të lumë shumë bukur. Po cili nga ju din ndonjë thënie të ndonjë dietari apo ndonjë fjalë të urtë që flet për mbikëqyrjen e Allahut? Urna besar? Sufjan Thauri ka thënë, duhet të ndjesh mbikëqyrjen e atij të cilit nuk i fshihet asgjë. Duhet të shpresosh tek ai të cilit e plotson premtimin, duhet të kesh kujdes nga ai që e ka në dorë dënimin. Të lumë shumë bukur.